A ka ndaj kod sekret mes kolegëve që përdorni për situatat të ndryshme, por që t'inglon shumë që sharake për të tjerët? Ne kemi kodën të Radio Lidhe që bisedojmë. Shumë herë kemi përdorur emrat kafshëve. Që asocion me? Për shembull kemi operuar në natyrë, kush ka pas Radio Lidhe dhe kemi vendosur në emrin vetë tigri, leoni, kaprolli, lepri, domethënë mi mojt në komunikim pozitiv. Edhe ata që janë për rreth atij që dëgjojnë Radio Lidhjen, për arsye se ka shumë për vullnetarëve ku ti lëshom një fushës diqysh hasin shiin, lëç, ftoft, pritojnë, janë me pretesë, po kur dëgjojnë humor në Radio Lidhje me pseudonime të kafshëve, atëherë ju vjen një farë humore e vazhdojnë, marrin një farë motivimi që mos më ndalë. Tigrin e dë, para që të mbas. Kjo është kodë sekreti joni me kafshë. A ke pas ndonjë rast kur dikush që e ke shpëtuar ta ka kthyer nderin me një mënyrë të çuditshme? Me të thonë drejtën Gres, nuk i moj edhe në men, as emnat e familjarëve tyne. Po pa dyshim që më kanë shkrujt shumë herë, më kanë falenderu, më kanë pyet si e mirë, kjo ka qenë diçka dhurata më e mirë për mua. Domethënë nuk ka harru që ja kemi bën nder, a kështu shumicën mi po nuk njoh. Megjithatë, të pëlqen ideja kur njerëzit janë mirë njohës, që realisht sot e kësaj dite ndoshta jetojnë fal Zotit gjithsesi, por edhe fal teje. Fal Zotit, gjithçka është vullneti i Zotit. Tani na jem ata që na dërgon ai nalt. Domethënë me izën e tij na bëjmë gjithçka. Unë e kum thonë shumë herë apo tham edhe tash, çdo shqiptar mundet me bëni një të mirë. Na mos harrojmë që ADN-n e kemi të nëna Terezë. S'kem ka dalim tjetër. Mos mësh me bë mirë të paktën kesh mos bë. Sa nuk kushton ja jap një ndim dikujt na. As nuk fikesh, që thonë as nuk pasurohesh. Thjesht bëje një të mirë. Edhe gjyën lloç. Harroje. Harroj. A ke pas rast kur ke thonë definitivisht nuk paguna mjaftueshëm për këtë punë? Po faktikisht s'paguna hiç. Se na s'kem pas buxhet na vetë financim kemi. Më thash më herët, kur e kam kriju grupin e vullnetarëve, ju kam treguar në fillim se nuk kemi buxhet, nuk kemi ojë që. Gjithçka bëjmë me vetë buxhet tonë. Nuk presim nga askush, nuk pranojmë të holla nga askush. Kështu që bëjmë me dëshirë me vullnet. Edhe nëse paraqitet ndonjë biznes në këto momente, për shembull, i vetmi biznes. I vetmi biznes ka qenë furra të rrethi Çaglavicës antika, që thonë, që na ka dhuru Boreka në gjatë operacioneve, dhe një market i vogël në Prizren, ku mi ka dhuru 20 kompleta ujë, një market jashtëzakonisht i vogël, me nxjerrje në zonë 20 kompleta. Këtu kanë qenë këtu bizneset që më kanë ndihmu. Nuk ju kum kërku, po me dëshirë vetë. Ka thonë po du me dhuru ujë edhe ushqim për grupin e vullnetarëve. Nëse kishe këti kohën prapa, cila është gjëja që i ke ndihmu dikujt, por tani ke ra pishman? Kur nuk i bi pishman për ato që e kam bo. Thash edhe më herët, e bëj një të mirë hedhin noja, që thonë hedhë edhe harro. Nuk kam nevojë mu dëshpëru në rëse më të thëmë të keq.